Në Durrës u zhvillua finalja e ICT Clubs 2026, një aktivitet që organizohet për të tretin vit radhazi dhe që mbledh të rinj nga qytete të ndryshme të vendit për të prezantuar projekte inovative në teknologji dhe sipërmarrje digjitale. Në këtë edicion morën pjesë 15 grupe finaliste nga Korça, të cilat prezantuan ide kreative dhe zgjidhje inovative në fushën e teknologjisë. Pasi maratonet 3 mujore të zhvillimit të hakathonit ICT Clubs, ku morën pjesë mbi 450 fëmijë, javën e zhvilluam hakathonin final në qytetin e Durrës, ku konkuruan ekipet fituese nga faza e parë në nivel shkolle. Hakathoni ishte një hakathon gjithëpërfshirës, solli kreativitet, ide dhe bashkëpunim dhe frym në grup nga të gjitha ekipet. Një ndër fituesit e këtij edicioni ishte grupi nga Gjimnazi Themistokli Gërmenji. Projekti i tyre, një platformë interaktive me fokus në zgjidhje digjitale për komunitetin, u vlerësua për origjinalitetin dhe funksionalitetin. Projekti ynë konsiston në një platformë të ndërtuar në teknologji moderne, por shumë të thjeshtë për përdoruesin, gjë që bën atë më miqësore. Platforma ka si synim lidhjen direkte mes punë-kërkuesve dhe punë-dhënësve, e cila do t'i bëjë ata të jenë më afër njëri tjetrit, por edhe duke u bërë atyre më të thjeshtë qitjen e një vendi pune. Gjatë aktivitetit treguam seriozitetin dhe përkushtimin maksimal, falë dhe mbështetjes së mësuesve tanë. Patjetër, kur fituam mund ndjem shumë krenar, sepse konkurenca ishte fortë. Ky çmim do na motivoj të vazhdojmë të marrim pjesë në aktivitete të tjera në qytetin e Korçës dhe jo vetëm. Aktivitete të tilla po krijojnë më shumë mundësi për të rinjt që të zhvillojnë talentin dhe idetë e tyre inovative në teknologji.